Ditën e sotme Luiz Eli ishte në shoqërinë e një miku të vjetër të tij, bëhet fjale për të madhin Gianni Chico, i cili ka qenë mbështetës për Luizin që në fillimet e tij ai e pëlqente Luizin se si këndonte dhe e mbështeti edhe gjatë provave në ETS. Premtes ku mirat të rinj ishin pjesëmarrës të këto prova ku vendosin nga një juri me 3 ose më shumë antar për fatin e tyre nëse vlenin për muzikë apo jo. Nga viti 1989 deri në 2003 Gianni Chico ishte drejtor artistik i Orkestrës Simfonike të Radios Televizionit Shqiptar. Në këtë orkestër, si dhe me Filharmoninë e Prishtinës, ai ka bërë një numër të madh të regjistrimeve, duke dhënë një kontribut të madh në kapërcimin e izolimit kulturor të Shqipërisë. Luizi u lumturua shumë kur e pa profesorin, ai ka konsumuar një kafe dhe e ka shoqëruar profesorin tashme që është në pension. Duket se ata të dy ruajnë raportet e forta me njëri tjetrin, sado që profesori tashme është i paangazhuar në televizion. Ai ka vendosur të rri larg televizioneve për shkak të moshës së tij. Luizi ka folur gjatë në tavoline, por nuk dihet ende a është konfirmuar nga profesori një bashkëpunim në muzikë. Presim detaje nëse ndodh ky bashkëpunim, do të jetë super projekt suksese. Do të jetë një super muzikë e krijuar nga profesori si dhe do të na ngrojë zemrat ku një themelus muzike bëhet krah nxënesit të tij. Për të lënë një kujtim të bukur, kujtojmë se profesor Gianni e ka mbështetur Luizin edhe në Eurovision ku përgatitjet kanë qenë edhe nga ai këshilla të shumta edhe suport maksimal që ka qenë për kohën. I urojmë suksese dhe kemi besim se çdo gjë do jetë e bukur edhe nëse profesori nuk pranon për bashkëpunime. Ishte kënaqësi që Luizi e takoi. I urojmë jetë të gjatë profesorit e suksese të mëtejshme Luizit. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.